ju shqiptarë, që shonë shqiptarë, ose shqiptarët e Kosovës, ose që mundot me bërë për qarë. Jo, s'pa erdi nga hiqë kjo? Një minutë. Këtu, se cili, u blokua jo, Gerta. Ska gjëmëre bjeri. këtu se cili jemi për të përfaqësuar veten e vetë. E ke përfaqësuar si duhet ti? Në rregull. Veten tënde? Në qoftë se unë nuk e kam përfaqësuar si duhet veten time, ti nuk je ajo që ke fytyrë me folë. Unë do kthej përgjigje për gjërat e mia. Ti kthej për tuat. E ke përfaqësuar ti veten tate mirë? Si mendon ti? Jam mundu, kam bë gabime, patjetër që kam gabime, orë nuk ka njeri pa gabime. Ore s'ka njeri pa gabime, po ti ke të trashura gabimet. Dhe i ke të përsëritura. Jo. Gabon. Po. Ti ke të përsëritura. Cilat gabime? Edhe i bën me kast. Tani let përgjigjem te kjo. Po mbleure të përgjigjem se ti dëgjova se ke shumë të çekta. Ta mbyllim pak. Do përgjigjem me këtë. Ja, këtë do të përgjigjem. Tani gjesti, se e kena na me merak. Se na ka ardhur këtë shtëpia, këtë që janë shqiptarët Shqipërisë këtu, se na ka ardhur nga Kosova dhe mundon ata respektojnë. Po zemra. Si ke respektuar gjestin? 1 milion herë kam respektuar në fillim. 1 milion herë ka vazhdu, ka përdorur situatat e mia duke i përdorur për lojë. Kur nuk ma ka ndije. Tani. Pa dashuri jo se po të dëgjoj. Është dialog tani, se do ta harroj ku isha. Dhe rasti atë natës ishte kështu. Nuk i kërkova unë falje, më thonë falë mu, se s'më intereson falja e tia, se jotja, se askujt. S'intereson të? Mu personalisht. Që s'intereson? I kërkova për atë. Dhe, i morë një shembull, okej të teprum të egzageru. Cilin shembull? Atë shembull që ja përmena, ja morë vetëm si shembull. Cilin shembull? Për më kërku falje. Atë fjallën, ja morë si shembull. Që mos të bona si i ligu. Mu me ma thonë ti tani, në qëse nuk qohë si menet në rratimin, ose në qëse nuk më thumë falë për diçka, veç me qenë kështu se për ndryshe s'ke fytyrë t'ja, më në qohë ta, e e dorën, puthin faqat dhe thamë falë. Nuk e diskutoj. Jo se mbarova.